Këngëtarja e njohur Enjeza Shahini ka reaguar publikisht në rrjetet sociale duke dalë hapur në mbrojtje të banorit të Big Brother VIP Albania Mirit, pas valës së kritikave dhe sulmeve që po i bëhen atij për raportin me banoren Selin. Në një reagim të gjatë dhe emocional, Enjeza shpreh se Miri është gjykuar padrejtësisht dhe se etiketimet që po i vijnë janë të rënda dhe të papranueshme. 20 ditë përpara se Miri të futej në Big, ku unë nuk doja sepse ndryshe nga unë, Miri ende beson në dashamirësinë e fuqive mediatike, më tha. Nuk dua as mbështetje, as ndihmë. Nëse njerëzit do më duan për atë që jam, dua të votojnë për atë që jam. Kaq i drejtë ishte Miri. Akoma mendon se njerëzit nuk shpifin, se njerëzit nuk paguajnë për komente të shëmtuara, se njerëzit nuk bëjnë komplote për ta denigruar një qenie njerëzore deri në palës. Miri që sot zihet dhe nesër sigurohet që nuk ka humbur një shok, Miri që të pyet para se të përqafoj, Miri që vendos veten në rrezik për të mbrojtur më të dobtit, sot akuzohet nga një prind i një vajze të rritur që është po aq i përfshirë në një lojë sa edhe Miri si një pervers. Nuk kanë faj, sepse pervers ka shumë, por ata nuk dalin në Big Brother, ata i keni në shtëpi, duke bërë si burra të ndershëm, nga ata me namaz. Miri është i rritur me dashuri, ai jep shumë dashuri të sinqert nga ajo që është harruar nga shumë. Të etiketosh një njeri me zemër të artë si të Mirit me epitete të tilla është kriminale dhe për këtë shpresoj që Miri të ketë hapësira të marrë masat e duhura një ditë. Ju lutem, mos u bëni viktim të veprave kriminale mediatike i dashur publik. Big Brother është vetëm një lojë televizive që në shumë vende të botës as nuk shihet e jo më të merret kaq seriozisht sa të harrojmë ndjenjat njerëzore. Miri, sa mirë që je brenda dhe ende nuk di gjë sepse zemra jote e butë do të vritej padrejtësisht. Ata që të njohin të duan shumë. Ki durim, sepse ata që sot hedhin balt mbi ty do të krusen përpara pastërtisë tënde një ditë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.